Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Krasitja e pemëve dekorative të qytetit nga punonësit e ndërmarrjes së pasurive publike ka filluar prej disa ditësh për një qytet më të sigurt dhe më estetik. Bashkia vazhdon punën për mirëmbajtjen e qytetit me krasitjen e pemëve dekorative të llojit Manjola, të mbjella 60 apo 70 vjet më parë dhe pemëve të tjera. Krasitja po kryhet nga punonësit e ndërmarrjes së pasurisë publike në rrugën Fanoli, pranë qendrës së qytetit. Pemët ka nevojë të krasiten se është thelbësore për shëndetin dhe rritjen e kontrolluar të tyre, si dhe për sigurinë dhe estetikën e qytetit, thon punonësit. Krasitja e pemëve dekorative bëhet çdo vit gjatë periudhës janar-shkurt, kohë kur është e nevojshme ndërhyrja, pasi në këtë mënyrë drujt rigjenerohen dhe krijojnë një kuror më të plotë e të gjerë në pranverë. Puna e nisur nga punonësit e gjelbërimit do të vazhdojë edhe në rrugët e tjera të qytetit ku është e nevojshme një ndërhyrje e tillë. Gjithashtu pemët e thara do të zëvendësohen me pemë të reja dekorative të financuara nga bashkia. Mbjellja, zëvendësimi dhe krasitja e pemëve në qytet është prioriteti i punonjësve të shërbimeve publike për të garantuar më shumë hapësira të gjelbra dhe mjedise më të shëndetshme. Paga do të rriten me 2.5% për punonjësit e sistemit parauniversitar, përfshirë dhe oficerët e sigurisë. Pas indeksimit të pagave me 2.5% për punonjësit e administratës publike, policisë dhe mjekëve, përfitues të kësaj mase pritet të jenë edhe punonjësit e sistemit parauniversitar, përfshirë mësues, edukator të kopshteve, psikolog dhe oficer të sigurisë. Rritja në masën 2.5% do të realizohet mbi pagën bruto për çdo pozicion pune, ashtu siç u zbatua edhe për kategoritë e tjera të administratës, edhe për punonjësit e arsimit parauniversitar, parashikohet përveç indeksimit dhe shtesa mbi pagën sipas vjetërsisë. Efektet e rritjes do të llogariten nga 1 janari 2026. Rritja e rrogave është parashikuar në projekt vendimin për disa ndryshime në vendimin numër 425 datë 26/6/2024 të Këshillit të Ministrave, për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të punonjësve mësimor dhe të punonjësve të tjerë jo mësimor në institucionet arsimore dhe në institucionet plotësuese të sistemit arsimor parauniversitar, të propozuar nga Ministria e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin. Gjithashtu për punonjësit e sistemit të arsimit parauniversitar si edukator, kujdestar konvikti, mësues, punonjës psikosocial, oficer i sigurisë, instruktor dhe koordinator, të cilët aktualisht kanë një vlerë të pagës për pozicion nga 58.000 lekë në muaj deri në 74.000 lekë në muaj, nëpërmjet këtij projekt vendimi parashikohet përveç indeksimit në masën 2.5% edhe një rritje e vlerës së pagës për pozicion, duke shtuar rritjen e pagave për këta punonjës në total në masën 3.000 lekë në muaj apo 4 deri në 5.17% theksohet në relacion. Nga miratimi i këtij projekt vendimi përfitojnë rreth 36.390 punonjës mësimor dhe jo mësimor. Për 30.000 punonjës mësimor dhe punonjës psikolog, punonjës social dhe oficer të sigurisë në institucionet arsimore të sistemit të arsimit parauniversitar në varësi të Ministrisë së Arsimit, efektet llogariten në rreth 114.5 milion lekë në muaj për pagat dhe sigurime shoqërore shëndetësore. Për 1.500 punonjës mësimor të sistemit të arsimit profesional në varësi të Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, efektet llogariten rreth 6 milion lekë në muaj për pagat dhe sigurimet shoqërore shëndetësore. Për 4.890 punonjës mësimor të sistemit të arsimit parashkollor, të qendrave kulturore të fëmijëve dhe të konvikteve shkollore, efektet llogariten rreth 16.7 milion lekë në muaj për pagat dhe sigurimet shoqërore shëndetësore. Ka hyrë në fuqi udhëzimi për rivlerësimin e pronave me afat deri më 31 dhjetor 2026, zbritje 1% për çdo vit përdorimi për apartamentet. Ka hyrë në fuqi procesi i ri i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme pas publikimit në fletoren zyrtare të udhëzimit të përbashkët numër 5, datë 19/2/2026 për zbatimin e ligjit numër 85/2025 për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme. Deri në dhjetor të vitit 2026 kanë të drejtën e kryerjes së rivlerësimit ata individë në të gjithë vendin që kanë në pronësi pasuri të paluajtshme, tokë dhe ose ndërtesë të regjistruar ose që fitojnë pronësinë. Ky proces do të bëhet përmes një norme tatimore prej 5%, ndryshe nga sa është aktualisht prej 15% nëse shitet prona.
Gjithashtu rivlerësimi mund të kryhet edhe për ato pasuri që e kanë kaluar një herë këtë proces. Ai mund të kryhet nëpërmjet Agjencisë Shtetërore të Kadastrës ose nëpërmjet ekspertëve të licencuar për pasuritë e paluajtshme. Për herë të parë në rivlerësimin e pasurive të paluajtshme do të njihet edhe amortizimi i pronave. Pra vjetërsia e pronës, sa më e vjetër të jetë prona, aq më pak do të paguhet tatim pas procesit të rivlerësimit. Kjo normë tatimore është e njëjtë si për bizneset edhe për individët. Baza tatimore llogaritet si diferenca midis vlerës së dalë nga rivlerësimi dhe vlerës së zbritshme të regjistruar më parë. Për ndërtesat nga çmimi i referencës zbritet 1% për çdo vit përdorimi deri në maksimumi 30%. Për tokat, çmimi minimal fiskal është ai për metër katror sipas hartës së vlerave në fuqi. Hyrja në fuqi e këtij udhëzimi pritet të çlirojë tregun e pasurive të paluajtshme. Një kërkesë kjo e paraqitur prej kohësh edhe nga shoqatat e ndërtuesve. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, shprehet optimist për zgjedhjen e presidentit. Ai kërkon marrëveshje ndërpartiake. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti u shpreh optimist për zgjedhjen e presidentit pas bisedimeve të zhvilluara me kryetarin e PDK-s Betri Hamza dhe kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku. Pas takimit 2 orësh me këtë të fundit, Kurti tha se nuk mund të nxjerrin kandidat për president pasi nevojiten 80 deputet në kuvend. Duhet ta gjejmë një emër të përveçshëm që na garanton të jenë së paku 2/3 e deputetëve të tillë që qëndrojnë në sallë dhe votojnë, ose është tjetra që subjektet politike merren vesh me njëra tjetrën për rrugën përpara. Për të pasur sukses zgjedhja e presidentit, shfaqet e nevojshme që t'i kemi diku 83-45 deputet. Kjo do të thotë që nuk është situatë e lehtë, por në vijim do të intensifikojmë bisedimet që pas atyre 4 palë zgjedhjeve që i patëm, 2 lokale në 2 raunde dhe 2 parlamentare, nuk do duhet që dhe vitin 2026 gjysmën e parë të na marrin zgjedhjet e reja. Kryetari i LDK-s tha para mediave se takimi ishte konstruktiv dhe për zgjedhjen e presidentit nevojitet marrëveshje klasike mes partive ose konsensus rreth një emri për të parin e vendit. Dakordimi përgjithshëm është se janë vetëm 2 rrugë përpara. Para është duhet ose konsensus politik mes faktorëve të vendit, dhe ky konsensus politik duhet ndërtohet në këtë 9 ditë të ardhshme, ose duhet një marrëveshje klasike politike. Pra marrëveshje klasike politike mes partive për çështjen e presidentit dhe në të dyja rastet duhet së paku 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Mbetet të takohemi në ditët vijim për të parë njërin prej këtyre 2 mundësive që kemi përpara. Presidenti i Kosovës duhet të zgjidhet deri më 4 mars, ndryshe vendi shkon në zgjedhje të parakohshme. 10.000 trupa ushtarake janë nxjerrë në rrugë në Meksik pas vrasjes së Nemesio Elmencho Osoguera, udhëheqësi i kartelit të Jalisco New Generation të dielën. Meksika ka nxjerrë në rrugë 10.000 trupa për të shuar përleshjet e shkaktuara nga vrasja e bosit më të kërkuar të drogës në vend, që mori 10 jetë njerëzish, thanë zyrtarët. Nemesio Elmencho Osoguera, udhëheqësi i kartelit të Jalisco New Generation, u qellua të dielën në një shkëmbim zjarri me ushtarët në qytetin Tapalpa, në shtetin Jalisco, dhe vdiq ndërsa po transportohej me avion për në Mexico City, tha ushtria. Lajmi për vdekjen e tij shkaktoi shpërthime dhune me antarët e kartelit që bllokuan rrugët në 20 shtete dhe dogjën automjete dhe biznese. Gjatë operacionit në Osoguero dhe përleshjeve që pasuan, të paktën 27 pjesëtarë të forcave të sigurisë, 46 kriminalë të dyshuar dhe 1 civil u vran, raportuan autoritetet. Mbi kokën e Osogueros rëndonte një shpërblim prej $15 milion amerikan. Banorët e friksuar u fshehën dhe turistët u mbyllën në hotelet e tyre, ndërsa antarët e kartelit u tërbuan gjatë fundjavës. Edhe pse qetësia u rikthye kryesisht, shumë biznese mbetën të mbyllura të hënën. Qeveria dërgoi 2500 trupa shtesë në Jalisco, një nga qytetet pritëse të Kupës së Botës të këtij viti, duke e çuar në 10.000 numrin e trupave atje që nga e diela. Në kryeqytetin e shtetit të Jaliscos, Guadalajara, shkollat mbetën të mbyllura dhe shumica e transportit publik u pezullua. Radhë të gjata u formuan jashtë disa dyqaneve të vogla që mbetën të hapura, ndërsa banorët e shqetësuar kërkonin të furnizoheshin me ushqime. Paralajmëri me udhëtimi nga Britania, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara u lëshuan pas trazirave me Australinë, që u bëri thirrje qytetarëve të ushtrojnë në një shkallë të shtuar kujdesi. 10 fluturime nga Amerika dhe Kanadaja u anuluan.
Oseguero, 59 vjeç, konsideroi i fundi nga bosët e drogës që veproi sipas modelit brutal të Joaquin El Chapo Guzman, tani të burgosur edhe Ismail El Mayo Zambada të kartelit rival Sinaloa. Ai ishte një antar themelues i kartelit Jalisco New Generation, i cili u formua në 2009 dhe është rritur në një nga organizatat më të dhunshme të krimit në Meksik. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.